Nderime e kujtesë për ata që dhanë jetën për lirinë, pavarësinë dhe demokracinë e Shqipërisë. Shqipëria, si çdo 5 maj, përkujtoi dëshmorët e atdheut. Ceremonia shtetërore u mbajt pranë monumentit në Shqipëri. Presidenti i Republikës Bajram Begaj, kryeministri Rama, nënkryetaria e Kuvendit dhe ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi vendosën kurora me lule dhe u përkulën në respekt të sakrificës sublime të dëshmorëve. Kreu i shtetit mesazhin e përcolli në rrjetet sociale, ku shkroi se idealizmi i tyre dhe dashuria vetmohuese duhet të na frymëzojnë të gjithëve për ta dashur më shumë Shqipërinë tonë, një Shqipëri që zhvillohet, bën përpara në rrugën e bashkimit me familjen evropiane. Ky është misioni ynë i përbashkët në shembullin e martirëve kombëtar, thot presidenti. Përulësisht me respekt të paharrueshëm dëshmorët e atdheut, shkroi kryeministri Rama në mesazhin bashkëngjitur me pamjet e ceremonisë. Dëshmorët u përkujtuan edhe nga përfaqësues të politikës, ndërsa ish presidenti Ilir Meta përcolli një reagim nga paraburgimi. Policia e shtetit përkujtoi me një ceremoni të veçantë 231 dëshmorët nga radhat e uniformave blu që kanë dhënë jetën në krye të detyrës. Nuk zgjodhën veten, zgjodhën ligjin dhe detyrën, qytetarin dhe Shqipërinë. Djali Arben Zyluftarit përcolli mesazhin në emër të familjarëve të dëshmorëve të policisë. Një krenari e cila me kalimin e kohës i jep gjithmonë më shumë vlerë, shprehjes se nuk ka gjë më të shtrenjtë se emri që të lë pas prindi. Prefekti i Tiranës, Shkëlqim Hajdari, ju bashkua disa ceremonive të mbajtura në kryeqytet në nderim të dëshmorëve të atdheut. Një pjesë të madhe të punojësve të policisë që kanë rënë krye detyrës, unë i kam njohur, i kam pas kolegë, i kam pas vartës, por e përbashkëta e gjithëve është se ato nuk e kanë shitur uniformën e policisë. Zyra ime do jetë e hapur për secilin nga ju. Dita e dëshmorëve është shënuar në 5 maj në përkujtim të ditës kur u vra Qemal Stafa në vitin 1942 gjatë luftës nacional çlirimtare.